Deputeti i Frontit Evropian Skender Recep Zejdi në seancën për pyetje deputetësh i ka propozuar kryeministrit Hristian Mickovski që kuvendi një zërim me 120 vota për të miratojë një rezolut përmes të cilës do të garantohet ruajtja e identitetit dhe gjuhës maqedonase me të vetmin qëllim fillimin sa më të shpejtë të procesit të ndryshimeve kushtetuese dhe integrimin sa më të shpejtë të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Recepi tha se propozon një iniciativë të tillë për gjuhën dhe identitetin maqedonas, edhe pse një garancë të tillë nuk e merr mbrapsht nga Partitë Maqedonase për gjuhën dhe identitetin shqiptar. Sipas Recepit, gjeneratat e ardhshme do ta mallkojnë atë që këtë vend po e çon drejt izolimit dhe nuk po i bën ndryshimet e nevojshme për integrim sa më të shpejtë. Të fillojmë ndryshimet kushtetuese me një parakusht. Gjithë deputet 120 ta sjellën një rezolut me të cilën do të mbrohet gjuha dhe identiteti Maqedonas, sepse këtë e kemi obligim të gjithë, pavarësisht që nga ana Maqedonasve nuk është një reciprocitet, por ne do ta bëjmë propozojmë ta bëjmë një rezolut, ta kemi gjithë unanime atë rezolut dhe më njëherë pasaj do të shkojmë në ndryshime kushtetuese, sepse nga vendimi të cilën do e merr qeveria bashkë me kuvendin mbarlet ardhmëria e gjeneratave që vinë. Pavarësisht propozim rezolutës së Recepit, kryeministri Hristian Mickovski siguroi se derisa ai është kryeministër, ndryshime kushtetuese nuk do të ketë, pa marrë garanca se nuk do të ketë kërkesa të reja dhe se nga këto ndryshime do të fitojnë të drejtat e mohuara dhe pakica maqedonase në Bullgari. Mes akuzave për Bullgarinë, Mickovski përmendi si shembull pozitiv mënyrën se si Shqipëria dhe kryeministri Edi Rama trajtojnë pakicën maqedonase atje. Ustavni izmeni nema da ima. Ndryshime kushtetuese nuk do të ketë derisa unë jam kryetari i qeverisë, nëse nuk përmbushen së paku 2 kushte. Kushti i parë, komuniteti Maqedonas në Bullgari t'i fitojë drejtat e garantuara në bazë të marrëveshjeve dhe konventave ndërkombëtare për drejtat e njeriut. Nuk kërkojnë nga ata që të ndryshojnë kushtetutën. Kërkesa e dytë, derisa nuk marrim garanci për identitetin ton, për cilin presë dhe mbështetjen tuaj si bashkëqytetar për gjuhën time maqedonase, për atë se nuk do të ketë më veto bilaterale. Përplasje mes dyshës, Recepi Mickovski kishte edhe për ligjin për përfaqësim të drejtë në institucione, i cili sipas opozitarëve nuk përmbush normativën ligjore. Recepi tha se vendimi i gjykatës kushtetuese për mosdeklarim të etnisë u pamundson institucioneve pasqyrimin e gjendjes reale për përfaqësim të drejtë adekuat. Nga ana tjetër, kryeministri Mickovski tha se është garant vetë ai dhe se nuk do të lejojë në asnjë mënyrë shkeljen e njërës ose palës tjetër në cilin do qoftë institucion.